Në orët të mbrëmjes të kësaj të martë nis edicioni 69 i Festivalit Evropian të Muzikës Eurovision 2025. Shkodra elektronike do të ngjitet sonte për të elektrizuar skenën e madhe të Eurovisionit me një këngë me motive shqiptare. Vendi ynë do të përfaqësohet në këtë festival nga grupi Shkodra elektronike me këngën Zjarm, një këngë e cila është pëlqyer gjërësisht. Zjarm do të jetë e 12-ta në renditje. Kryeministri Edi Rama bëri një postim në orët e para të mëngjesit ku i uroi suksese përfaqësuesve të vendit tonë. Mirëmëngjes, dhe duke i uruar suksese Shqipërisë sonte në Eurovision, me Beatricën dhe Kolën nga Shkodra elektronike, i uroi një ditë të mbar, shkruan kryeministri. Renditja e performancave në gjysmëfinalen e parë është si vijon: Islanda, Polonia, Slovenia, Estonia, Spanja, Ukraina, Suedia, Portugalia, Norvegjia, Belgjika, Azerbajxhani, Shqipëria, Holanda, Kroacia dhe Çipro. Gjysmëfinalja e dytë përfshin këto vende: Australia, Malizi, Irlanda, Letonia, Armenia, Austria, Greqia, Lituania, Malta, Gjeorgjia, Danimarka, Republika Çeke, Luksemburgu dhe Izraeli. Në gjysmëfinalen e parë, Spanja dhe Italia do të kenë të drejtën e votës, ndërsa në gjysmëfinalen e dytë, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca do të votojnë. Festivali i këngës Eurovision 2025 do të zhvillohet në Basel të Zvicrës, pas fitores së vendit në konkursin e vitit 2024 me këngën dhe kod nga Nemo.